Në prag të festave të fundvitit, gjatë gjithë muajit dhjetor, qyteti Vlorës do të ketë muzikë në zona të ndryshme të tij për ta gjallëruar edhe më shumë atmosferën. Mbrëmjen e të ënës, Vlora historike është ndezur nga muzika e artistëve vlonjat, të cilët solën një atmosferë ndryshe. Këngëtarët e njohur Ludmilla Babëllëku dhe Viktor Tahiraj kanë qenë në skenë për spektatorët e shumt që kishin dalë në sheshin e Vlorës së vjetër historike. Dhe pse mos këndojmë bashkë, duke uruar njëri tjetrit, gëzuar dhe të na gjej plot shëndet dhe begati në familjet tona. Është dhe 8 dhjetori, dita e rinisë, që qyro sot shumë të ri ka këtu filluar që nga unë, që me radhë, gëzuar festën dhe kalofshi sa më bukur. Aktiviteti ishte ndjekur nga afër edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, e cila ishte mes qytetarëve, të cilët kishin zgjedhur të shijojnë një gotë verë në tingujt e muzikës vlonjate, dhe nuk ishte se si të mos niste mbrëmja me këngën dedikuar qytetit të bukur të Vlorës. Vlora jon qyteti bukur, rreth e qarko me stoli. Vlora jon qyteti bukur, rreth e qarko me stoli. Sigurorë nusërie, qupa plot e vjemuri. Sigurorë nusërie, qupa plot e vjemuri. O hajde, o muj Vlore bukur, hajde se në zemër ty të mbajtoj Vlorë ti zemër je. Në sheshin e Vlorës së vjetër dhe historike, qytetarët e të gjitha moshave kanë shijuar repertorin e pasur të artistëve vlonjat, ndërsa aktiviteti ka përkuar edhe me ditën e rinisë. Aktiviteti organizuar nga Bashkia e Vlorës solli një atmosferë festive dhe ishte i pari që ngriti siparin e muzikës live, e cila do të shtrihet edhe në zona të tjera të qytetit për t'i bërë festat e fundvitit, Krishtlindjen dhe Vitin e Ri sa më të gëzueshme.